nuk kuptoni gjë. Shumë e Kishte thjeshtë. një lojë më të madhe, ndoshta për shkak të reagimit të Shumë e tregëve, thjeshtë. çmimeve. Pa filluar, është shumë e thjeshtë. Po. Ja u shpjegojmë Teoritë e konspiracionit, shikuesve tonë. teoritë e konspiracionit janë gjitha aty, por shumë e thjeshtë. Dhe çfarë është e thjeshtë? Është e thjeshtë fakti që ky kanal ishte i lundrueshëm pa filluar sulmet mbi Teheran. Kur filloi sulmet mbi Teheran, ne kishim përmendur shpesh që shikoni se Irani mund të mbyll Hormuzin e tjerë. Të gjithë në vlerësuan faktin, edhe për shkak të deklaratave që kishte bërë Izraeli dhe SBA-ja, të gjithë në vlerësuan faktin që Irani kishte mundësinë fizike ushtarake, pra mundësinë teknike, nga pikpamja taktike që ta bllokonte Hormuzin. Si ta bllokonte? Pasi u azgjësua një pjesë e flotës iraniane, thanë kjo gjë është e pamundur. Po ndërkohë iranianët kishin flotën e shpejt, pra me gomone dhe me barka të shpejta, me njësi taktike prej 4-5 vetash, dhe mbi të gjitha me mina dhe me dron detar. Pra, gjithë kjo hapësira këtu, që i përket Iranit, edhe ishulli i fundit, deri te kjo pika këtu që vjen Oman, që është një bazë britanike, dhe gjithë pjesa e bregut këtu çfarë vjen, edhe çfarë del, sepse gjithë kjo prapë Iran është një hapësirë të cilën Irani arriti ta bllokojë. Dhe pavarësisht se aty ndodhet flota më e fortë e botës, kemi këtu te kjo vija e Kuça apo edhe më poshtë është? Deri këtu është e kontrolluar nga Irani. Gjitha çfarë vjen. Nga këtu pastaj vijnë anijet amerikane, ose mirë që dalin në oqean. Por çështja është që edhe këtu është Iran. Dhe këta nga bregu, megjithëse këtu hapësira është e madhe, por këta nga bregu mund të godasin. Edhe e kanë bërë, nuk është se nuk e kanë bërë, është disa të herë. Po mbi gjitha çështja është e minave. Minat nuk Para se janë. të kalojmë aty Kulla, e pam një video të një tankeri të naftës i cili dje u godit nga forcat amerikane. Jo, dje patëm, jo, kjo ishte sot, është një anije iraniane që quhet Toska, ndërkohë dje patëm një anije indiane që u godit nga iranianët. Pra patëm një anije indiane që po dilte nga gjiri persik dhe goditën iranianët, kurse sot patëm një anije iraniane, kjo Toska, e cila u godit nga amerikanët në dhomën e motorëve dhe ndaluan lundërimin. Pra, na treguan se si mund të fundosen anijet. De facto kemi një mbyllje të kanalit. Është ajo që ne kemi thënë një blokadë të blokadës. Ne kemi një mbyllje sepse të dyja palët kanë arritur që çështjen e Hormuzit ta inkuadrojnë në atë që është pjesë e gjithë krizës më të gjerë.